A keni pas kohëve të fundit ndonjë takim me Ramush Haradinajn për koalicion, sepse përmendet LDK-n edhe nismën, po ashtu që me PDK nuk do një koalicion, po me AK-n a keni tentu me pas takime edhe me formu koalicion? Faleminderit. Së pari të gjithë emrat të cilët janë propozuar për dikasterit qeveritare janë rezultat i analizave tona të brendshme dhe emrat e përveçëm nuk janë rezultat i ndonjë vlerësimi apo mos vlerësimi, po janë kryekëput çështje e fazës që na pret për planet dhe programin tonë. Rrjedhimisht të këtilla plane kemi edhe për emrat e përveçëm që u thanë këtu, për zonin Arbrije Nagapsi, për zonin Rozeta Hajdari, për zotëri Besnik Beslimin. Ne do të jemi bashk në këtë ecjen tonë, por kush, ku edhe kur, këto janë diskutime të cilët edhe një herë për i theksoj, nuk kanë të bëjnë me vlerësimin ose mos vlerësimin tim, por me fazat që na presin. Kemi pas ndërrime të dikastereve, ndërrime të pozitave, dikush që ka qenë deputet është bërë ministër, e kështu me radhë, do të thonë absolutisht nuk bëhet fjalë për kurfar gjykimi ndëshkues të asaj çfarë kam prezantuar unë dje. Ndërkaq që më duhet të them që për kryetarin e kuvendit Dimal Bashën, gjithmonë e kam paramenduar atë në ekzekutiv. Pra për Kurti 3, unë kam menduar që Dimal Basha duhet të vijë në ekzekutiv. Dhe ju e dini shumë mirë që propozimi i lëvizjes vendosje për kryetar kuvendi ka qenë gruaja më e votuar në këtë legjislaturë, Albulena Axhiu. Me qenë se u bë pamundur të ecim përpara me Albulena Axhiun dhe në ndërkohë na erdha gjykimi i gjykatës kushtetuese, akt gjykimi i saj i cili ishte për bindjen time të vazhdueshme i çuditshëm, ku thuhet që duhet provosh 3 herë, atëherë ne filluam të provojmë emra të tjerë. Dhe edhe aty nuk është mirë të nxjerrën konkluzione se dikë që e propozuam nuk e donim në qeveri, apo dikë e ndëshkuam, apo dikë e lavdruam. Në fund u votua Dimali, unë besoj që Dimali e bën shumë mirë punën si kryetar kuvendi, gjatë kësaj periudhe, e cila është rreth 2 mujore apo jo, nuk kam asnjë vrejtje për punën e tij. Edhe duke qenë të njëjtin subjekt politik si jemi ai dhe unë, por besoj që vlera e tij e madhe një mend do të ishte në ekzekutiv. Mirë po, ajo çfarë ne besojmë, dëshirojmë dhe ajo çfarë realizohet shpesh herë nuk përputhen. Prandaj edhe dje ishte shansi që Dimal Basha të vijë në ekzekutiv, mirë po duket që po e duan aty. Ishte shansi që të përfundoj edhe ky mandati i Kurtit 2.5, si ta quajmë tash, edhe kjo nuk u shfrytëzua. Tash jemi në këto pozicione siç jemi, por edhe një herë po e potencoj që harmonia e brendshme në lëvizjen vendosje, në kabinetin tonë qeveritar, kur nuk ka qenë më e madhe se tash, përkundër emrave të cilët janë ndryshuar për shkak se për neve është i njëjti program i së njëjtës kauz. E njëjta vlen natyrisht edhe për zëvendës kryeministrën, e cila unë synoj të jetë po ashtu në atë pozitë, zonja Donika Garvalla, e cila ndron dikasterin e ekzekutiv, por jo edhe pozitën do të jetë zëvendës kryeministrja ime e dytë herë do kur që e votojmë qeverinë. Ne kemi komunikim të vazhdueshëm me ambasadën e Shtetit të Bashkuara këtu dhe po diskutojmë se si mund t'i avancojmë raportet tona dhe unë besoj që kjo do të mund të arrihet, por mbase kontributi më i madh që mund ta bëjmë bashkërisht tash si shtet është pikërisht që sa më parë të mund të ecim me formimin e qeverisë dhe me normalizimin institucional Kosovës. Kemi pas një 4 vjeçar fantastik sa i përket stabilitetit institucional. Në Kosovë jo vetëm do thosha që nga shpallja e pavarësisë, po që nga çlirimi nuk ka pas një këso stabilitet institucional sikurse 2021-2025. Viti 2025 ka pasur ngërçe, dhe sa më parë që dalim prej këtyre, unë besoj që edhe gjëra tjera si puna e dialogu strategjik do të mund të avancohen.
unë kam pasur takime dhe kam synuar takime vetëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe me Nismën Social-Demokrate. Kam besuar që me udhëheqjen e re të LDK-s ne mund të bëjmë një koalicion. Kryetari i ri i LDK-s në vitin 2021 është uruar prej meje, kur e kam marrë detyrën e kam uruar, ai ka qenë ministri imi, dhe unë kam besuar që mund të bashkëpunojmë. Në anën tjetër, partia që ka kryetar Zotri Limajn është Nisma Social-Demokrate. Ajo doli nga grupi me AK-n dhe me këta të dy kam synuar. Nuk kam synuar takime me subjekte tjera, por tash në politik, përveç mos pajtimeve, janë edhe çudit. Unë nuk po e kuptoj saktësisht Lidhjen Demokratike të Kosovës, t'ju them sinqerisht. Nuk duan qeveri që udhëheqet nga lëvizja vetëvendosje dhe nga unë. Nuk duan ta formojnë qeverinë e tyre me partitë të tjera opozitare, por insistojnë disa zgjedhje të reja ku përsëri do ta përsërisin atë sloganin që ne dalim të parët. Por nuk dalim të parët. Domethënë, është një çike çuditshme për mua kjo sjellje. O bë koalicion si treti me të parin, o bë koalicion me dytin kundër të parit, ama diçka duhet bësh. E tash kjo ka shkuar shumë larg. Një herë kisha përshtypjen që me të vërtetë ndoshta e kanë me mua personalisht. Thjesht s'duam që Albin Kurti të jetë kryeministër, edhe kjo për neve është e panegociueshme, e paimagjinueshme. Mirë, po kur po e shohim tash para balotazhit, ata janë kundër edhe liderëve lokal të LDK-s që po duan të bashkëpunojnë me vetëvendosjen. Mirë, Albin Kurti nuk bën për kryeministër të Republikës, po pse nuk bën Sulejman Meholli për kryetar të Vushtrrisë? Domethënë, tash po na del që nuk është problemi vetëm me mua. Problemi është komplet me fituesin e zgjedhjeve që i ka marrë afër 400.000 vota. E tash, unë nuk jam penduar që kam provuar me këto dy subjekte të bëj koalicion qeverisës, sepse tjetër çka nuk mendoj që është mirë për shtetin, nuk është as i përshtatshme për neve, por po them edhe një herë, përveç mos pajtimeve, kemi edhe sjellje të çuditshme të cilat nuk dim edhe me tamam si t'i kuptojmë. Dhe krejt në fund është çështja e arritjes së numrit të ministrive. Unë besoj që do të rritej efikasiteti në bazë të përvojës që kemi. Më duhet ta pranoj, më mirë është Ministria e Punëve të Brendshme të jetë ndarë prej administratës publike dhe është e rëndësishme që me administratën publike të jetë digitalizimi. Janë bërë punë të mira, por unë besoj që në mandatin e ardhshëm Ministria e Punëve të Brendshme ndarës për Ministrisë për Administratë Publike dhe Digitalizim do të ishte efikasitet shumë më i madh. Njësoj vlen edhe për infrastrukturën me transportin në njërin anë dhe për planifikimin hapësinor dhe mjedisin në anën tjetër. Gjithashtu vlen edhe për Ministrinë e Financave, ku familja dhe mirëqenia sociale, përkatësisht transferet, është më mirë të jenë të ndara prej Ministrisë e Financave, e cila është një ministri gjigande, shumë e madhe, por besoj që nëse do të ndashin në dy ministri, ku në njërën anë do ta kishim Hekuran Muratin, e në anën tjetër Andin Hotin, gjërat do të shkonin edhe më mirë në fazën e ardhshme, ku natyrisht dimensioni social i qeverisjes sonë do të forcohej. Ne jemi qeveria e parë e cila rritjen ekonomike nuk e ka mbajtur për shtet, po me krejt çfarë ka ditur e mundur është kujdesu që ta shpërndajë në shoqëri.